nuk ishte nevojë të ishe as profet, as fallxhor. Po mjafton të ishe një lexues kurioz i historisë së revolucioneve të drejtësisë në vende të tjera. Përmbysja që ne i bëm sistemit të vjetër të drejtësisë ishte revolucionare. Për pavarësinë e drejtësisë. Dhe tani po jetojmë një periudhë ethesh revolucionare të një drejtësie të re dhe të pavarur, që pikërisht pse është shumë e re, nuk është as e paanshme, as profesionale. Nëse do të bëja një krahasim, çdo krahasim çalon, drejtësia sot është si qeveria shqiptare e vitit 1992. Fuqi e madhe politike, traditë demokratike 0 nga 11 dhe autokontroll që varion nga 0 në 4, po që mbetet prap në notën kaluese, po të kesh parasysh se po sipas Këshillit të Evropës jemi jo vetëm vendi me shifrën më alarmante të paraburgimit në kontinent, po jemi të dytët vetëm pas Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësive. Dhe me një diferencë shumë të sikletshme edhe nga rajoni ynë këtu, nga gjithë të tjerë këtu, me cilët jemi paka shumë njësoj, në të gjitha aspektet. Po ku është paradoksi shumë i madh? Sa i padrejtë dhe i dhimbshëm, aq dhe i pashmangshëm. Sa e thjesht aq edhe për të qarë hallin që s'pres në fakt na i qaj askush. Paradoksi është se ndërkohë që fal nesh në udhëheqjen e deri dhe me lëkurën tonë, po bëhet në Shqipëri ky transformim i cili do të hyjë në histori si një transformim epokal, me një drejtësi të re dhe të pavarur, me të gjitha dobësitë dhe lajthitjet e veta të natyrshme për moshën fare të re që ka, por që e ka marrë shpatën e luftës kundër korrupsionit dhe të krimit të organizuar me bekimin ton, qeveria jon goditet pa pushim si më e korruptuara dhe Shqipëria baltoset pa pushim si më e kriminalizuara. Shikojeni se si u turin tenxheret që prokuroria nuk i heton, edhe pse i ka prej kohësh dosjet atje për pastrim parash dhe për evazion fiskal, me fakte dhe të nënshkruara nga autoritetet e të njëjtit shtet. Po si mundet? Si justifikohet? Si gëlltitet? Kjo burracakrie neveritshme prej trimash që bëjnë shpatarin e verbër me punonjësit e shtetit dhe me politikanët e Partisë Socialiste. Për gjithë farë lloj çështjesh dhe akuzash që shkojnë nga ato serioze deri tek shpërdorimet imagjinare të detyrave të punonjësve të administratës dhe friken si pula nga dy uturakët më të mëdhenj të pazarit mediatik të Shqipërisë, të cilët nga ana e tyre bombardojnë publikun me jashtënxjerrjet e lloj-lloj personazhesh antikorrupsion në ekran dhe me parat zezë në dorë pasi mbaron bombardimi, ndërkohë që dosjet me të gjitha faktet për riciklimin e paras pist dhe për evazionin e tyre fiskal janë në prokurori prej vitesh. Dhe këta të parave të zeza në dorë arrin të teorizojnë se si duhet djegur Shqipëria për të shpëtuar nga unë dhe nga ju, apo të tregojnë se si me korrupsionin tim unë kam korruptuar dhe Komisionin Evropian, që Komisioni Evropian të mos bëhet si uturakët ku ata jashtënxjerrin gjithë vrerin e tyre. Po ja që fatmirësisht Komisioni Evropian shikon faktet, lexon shifrat, kupton të dhënat e transformimit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nuk e sheh as përmes avujve të tenxhereve,
dhe as përmes fjalëve të pasionit tim. Për Shqipërinë Europiane me rend ligjor demokratik, po i vlerëson lart arritjet tona në tërësi apo punën e SPAK-ut në veçanti. Se që t'jemi të qartë, sa thash më lart, e sa do them më pas, për çka u shkon me prokurorit, pa përjashtuar edhe SPAK-un që ka kusuret e veta, siç kemi dhe ne kusuret tona, nuk ka diskutim për mua që sot jemi në një pozicion tjetër në raport me të ardhmen, fal pikërisht edhe SPAK-ut. Nuk besoj se unë kam një konkurrent për numrin e fjalëve inkurajuese që kam thënë. Qoftë për SPAK-un, qoftë për drejtuesin e mëparshëm, shpresoj dhe drejtuesi i ri të meritoj të njëjtat fjalë. Prandaj uroj shumë që dhe fjalët po aq sinqerta për çfarë nuk shkon, që e përsëris, nuk janë fjalët e mia si qytetar privat, po janë fjalët e mia si kryeministri i një vendi që nuk mundet dot të paguaj çmimet që kanë paguar të tjera vende, kur kura është bërë më e rrezikshme se sëmundja, t'i marrin këto fjalë si inkurajim për t'u përmirësuar, për t'u bërë më të përgjegjshëm raport me liritë e njerëzve dhe të drejtat e tyre, si dhe më të vetëdijshëm për sfidën e madhe të rritjes profesionale e mbi të gjitha gjykatësit e këtij vendi të kuptojnë se të jesh gjykatës do të thotë të jesh i paanshëm, jo thjesht i pavarur. I pavarur dhe i anshëm është i tmerr. Për këdo. Çfarë mund të presi njëra palë nga gjykatësi, kur gjykatësi bëhet palë me akuzën dhe i kërkon akuzës të rëndoj pozitën e palës tjetër. Do të thotë që nuk është më një gjyq me gjykatës. Është një përballje e kotë midis një njeriu që s'ka asgjë në dorë dhe një forcë të verbër të një pushteti që i ka të gjitha në dorë. Përfshirë edhe për të paracaktuar fatin e jetës tij. Por duke u kthyer tek paradoksi, dua të ndaj me qetësi 2-3 fakte. Për gjithë ata që duan të dëgjojnë natyrisht se mua më duket se sikur nuk shkon që sa më shumë u luftoka korrupsioni,